Në një tjetër rast që i shtohet listës së dyshimeve për abuzime me fondet publike, Komisioni i Prokurimit Publik ka rrëzuar vendimin e operatorit të blerjeve të përqendruara, të drejtuar nga Arlinda Pogaj, për shpalljen fituese të kompanisë Inerti SHPK në një tender me vlerë 296 milion lek pa TVSH për ndërtimin e poligonit të Qitjes dhe palestrës për forcat speciale të burgjeve. Me vendimin numër 11, datë 6 janar 2026, KPP pranoi pjesërisht ankesat e disa operatorëve ekonomik dhe shfuqizoi plotësisht rezultatin e procedurës, duke konstatuar shkelje serioze në mënyrën e vlerësimit të ofertave. Tenderi, ku morën pjesë 14 kompani, u karakterizuar nga skualifikimi masiv i 13 operatorëve dhe kualifikimi vetëm një subjekti, çka ngriti dyshime për një garë të paracaktuar. Sipas KPP, OBP ka cenuar parimet e transparencës dhe konkurrencës së ndershme, duke përdorur kritere disproporcionale dhe duke trajtuar në mënyrë të pabarabartë ofertuesit. Ankesa e bashkimit të operatorëve Kevin Konstruksion dhe Apis Konstruksion u konsiderua e bazuar, ndërsa u urdhërua rivlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i shkeljeve. Vendimi i KPP vë në pikpyetje serioze integritetin e procesit të prokurimit dhe drejtimin e OBP, duke konfirmuar shqetësimet e ngritura më herët nga investigime mediatike për praktika klienteliste dhe manipulim të tenderave publik.